Zoti kryetar, tani këtu ka mbetur akoma e bllokuar, është akoma votimi. Jemi në votim. Unë nuk kam mas mundësi të shikoj projekt ligjin këtu, sepse është e bllokuar. Kështu që ju lutem. Shfaqet projekt ligji që ta shikoj zoti Sheh. Atëherë, po jemi në votim zoti kryetar. Korrektohet gabimi në fillimin e procesit të votimit pa mbaruar diskutimi i projektit. Ishte gabim. Nuk mund të fillojmë procesin e votimit për projekt vendimet pa mbaruar diskutimi i projekt ligjeve. Kaq është. Tani doni të kapeni pas fies së barit. Ishte gabim. Më falni, zoti kryetar, cili ishte gabimi? Se nuk e kuptuam. Ishte gabimi që kaluam për votimit pa përfunduar diskutimi i të gjitha projekt ligjeve, sepse nga 3 projekt ligje, 2 ishin të rrequr, i treti jo. Ky ishte gabimi. Pra, cilët janë të rrequr e cili jo, zoti kryetar? Nuk është të rrequr projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 92/2014 për tatimin e vlerës së shtuar në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Është një nismë, një projekt ligj nga grupi parlamentar i Partisë së Lirës. Ne sapo votuam ndryshimin e rendit ditës, ju listua 2 projekt ligjet që u tërhoqën. Ç'lidhje ka ky? Nuk është të rrequr, është në rendin e ditës. Po kush thaj që nuk është më në rendin e ditës? Ç'a janë këto? Pa dhe rezultatin. Zoti kryetar, ishim në votim. Kemi një rend ditës, rendi ditës kemi, përveç atyre 2 projekt ligjeve, kemi dhe projekt ligje tjera. Kemi projekt ligjin, qetëso. Po taulan, qetëso, por unë e di që ju bëni çfarë doni, po ta marrin vesh qytetarët që ju bëni çfarë doni dhe në këtë rast. Ju do ta bëni, po ta marrin vesh që në këtë parlament fillohet votimi, kur shikoni që nuk keni vota, thoni e çka ne bëm shakane e 300 fare fillojmë nga fillimi. Ta marrin vesh, pastaj ju do ta bëni këtë gjë. Po të paktën ta marrin vesh. Tani, zoti kryetar, rendi ditës ka ligji për aksizën në Republikën e Shqipërisë, për një shtesë në ligj për tatimin e vlerës të shtuar në Republikën e Shqipërisë. Këtu ka disa. Si ikën 2. Po. Më fal. Të lutem. Atëherë, jo nuk ka 2, ka shumë, por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që dua të di zoti kryetar për jush. Por ta marrin vesh, qetësoni, ta marrin vesh. Ç'a keni ju? Ç'është qetësoni? Unë dua të kuptoj, zoti kryetar, ju ndërpret votimin në mes sepse majoranca nuk ishte votat? Zoti kryetar, këtë kishim në votim, në një moment caktuar, pam që po numëronit njëri tjetrin, u habitët sepse dhe deputetët të opozitës nuk votuan me ju, nuk bashkuan votat me ju, nuk ishit numrin, po se ka filmime, nuk është se mund të mohoni edhe këtë gjë. Ka filmime. Pat njëri tjetrin, si t'ja bëjmë, ndërprit e votimin. Këtë keni bërë zoti kryetar? Atëherë edhe njerë, zoti Sheaj. Edhe njerë. Ta përfundoj fjalën zoti Sheaj. Ne si deputet, prandaj bën thirrje kryetari thot si fillim prezenca. Se cili prej nesh ka të drejtë. Ne nuk votuam. Atëherë, zoti kryetar, duam një përgjigje. Keni ndërprer votimin në mes sepse mungoni numrat e majorancës? Kaq. Atëherë, megjithëse nuk është detyra të përgjigjem 3 herë, po të përgjigjem. Madje më duket është era e 4. Nuk është ndërprer votimi për çështje numrash, sepse në sallë janë më shumë se 70 deputet dhe natyrisht, nëse je në sallë je prezent, nuk mund të thuash, nuk mund të shfaqesh prezent kur do të flasësh dhe jo prezent kur duhet të votosh, se është detyrim. E para, e dyta, projekt vendimet nuk votohen pa mbaruar diskutimi dhe votimi i projekt ligjeve. Ju thash që u ndërprej procesi i votimit projekt vendimeve, sepse ky ishte gabimi dhe duhet pranuar është gabim njerëzor. Kishte ngelur dhe një projekt ligj pa u diskutuar dhe votuar. Projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 92/2014 për votimin e vlerës shtuar në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, i cili gabimisht u konsiderua si pjesë e nismave të
të tërhequra nga deputetët. Nuk ka kërkesë për tërheqje të këtij projekt ligji, ndaj do të vazhdojmë me këtë projekt ligj. Sapo të përfundojë diskutimi dhe votimi i këtij projekt ligji, do të kalojmë te procesi votimit të projekt vendimeve. Projekt vendimet nuk mund të votohen pa mbaruar, pa i ardhur radha, pra pa mbaruar projekt ligjet. Kjo është arsyeja pse u ndërpre procesi i votimit të projekt vendimit. Faleminderit. Urdhro. Zoti Blush. Zoti kryetar, së pari më vjen keq që shpërdoroni funksionin tuaj për të mashtruar publikisht. Dua t'ju lexoj nenin 57 të rregullores, meqense ju s'keni kohë ta lexoni. Me fillimin e votimit, nuk lejohen diskutime dhe nuk jepet fjala deri në shpalljen e rezultatit të votimit. Votimi, thot rregullorja kryetar, nuk mund të ndërpritet për asnjë arsye. Ju votuat, unë e kam këtu listën, jeni 67 deputet në sallë, doni t'ja u lexoj listën? Kush ka votuar? Sepse çfarë ndodhi? 83 diellat u zhdukën, u venitën dhe jeni në sallë 67 deputet. Doni t'ja u lexoj emrat? Kush ka votuar? Keni guximin, pranoni shkeljen e rregullores, pranoni trajtimin e kuvendit si plashk personale, por rregullorja është këtu. Votimi u krye, na thoni rezultatin e votimit. Në qoftë se ju nuk keni guxim, unë po ja them kush ka votuar pro. Jeni 67 deputet. Pra praktikisht u rrëzuat si mazhorancë legjitime që jeni. Se s'keni votat as për të kaluar një projekt ligj për organikën e KQZ-s. Pra në votim mori pjesë zoti Peleshi, zonja Furxhi, zoti Malaj, zonja Ibrahimaj, Merat, zoti Balla, Çela, Kume, Pashaj, Manja, Mara, Pacaj, Çaushi, Komici, Koreshi, Kadeli, Sinaj, Ekonomi, Beleri, Elezi, Braçe, Bylukbashi, Mile, Malaj, Balla, Kuko, Kushi, Klosi, Spaiu, Manasteliu, Hoxha, Nikola, Dhima, Mila, Muzhaqi, Hasani. Në fakt jeni të gjithë djella, po për respekt për u lexoj, se jeni djella të gjithë. Quqi, Spao, Sina, Jahaj, Gjuzi, Danaj, Klosi, Brahimi, Lasku, Budini, Lajo, Jaho, Haxhiu, Dyrmishi, Rexha, Gaxho dhe Nako. Jeni 67. Rregullorja është e qartë kryetar, nuk e ndërpret dot të votimin se do ti. Neni 57, lexo dhe pranoni dështimin si një majorancë djella që jeni, që u venitët sot. U venitët. Shkelja e rregullores është fakt kryetar dhe nuk mund të gënjesh. Të thuash nuk morën pjesë proces votimi, kur gjithë shqiptarët e panë që gjithë morën pjesë votim dhe nuk kaluat numrin 67. Faleminderit. Më fal, po ju ku e pat rezultatin, se ju nuk ishit prezent. Juve nuk ishit prezent, apo jo? Ishe prezent. A ishe prezent? Atëherë po të numërosh dhe veten dhe grupin tënd, janë numrat. E para, e dyta, procesi i votimit përfundon kur lexohet fjalia, procesi i votimit mbyllet. Nuk pati një proces votimi, ndaj dhe nuk mund të flasim për rezultat të procesit të votimit. Atëherë, në bazën e 74 rregullores, prezantimi i projekt aktit nga deputet e grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Kush e do fjalën? Kush e do fjalën për prezantimin? Atëre, fjalën nuk e ka kërku. Jo, fjalën për prezantimin, 1 minutë. Fjalën për prezantimin e projekt ligjit. Ju nuk jeni inicius i projekt ligjit. Atëre nuk ka. E mbarove pyetjen, edhe tu përgjigja. 4 herë. 4 përgjigje. Mbas në 74 rregullore, zonja Milva Ekonomi, nëse